Për inat të motrës bën denoncim të rrem dhe e dërgon në burg Kunatin për kërcënime për ndjekje. Duket e pabesueshme, por është e vërtet. Ngjarja ka ndodhur një vit më parë në Tiranë dhe autorja e re i saj është dënuar tashmë me 18 muaj burgim për akuzën e kallëzimit të rrem, pasi u zbulua se të gjithë historinë e kishte inskenuar vetë. Në vendimin e gjykatës së Tiranës thuhet se e pandehura kishte hapur një adresë në rrjetin social Facebook në emrin e burrit të motrës, i cili jetonte në Itali. Nga kjo adresë kishte dërguar 10 mesazhe kërcënuese në adresën e saj. Pasi siguron provat për ta quar prapa hekurave, i drejtohet policisë dhe bën denoncimin kundër Kunatit. Kunati më kërcënon në Facebook, më shkruan se do të më ndaj nga burri dhe se do të më pres kokën, ju tha ndër të tjera oficerëve të policisë. Hetimet e nisura nga prokuroria zbuluan faktin se vajza kishte bërë kallëzim të rrem dhe se adresën nga e cila i vinin mesazhet kërcënuese e kishte hapur nga telefoni i saj celular. Kunati i vajzës ju shpjegoi hetuesve se nuk kishte kërcënuar asnjë nga familjarët e bashkëshortes, madje të vetmet herë që kishte patur komunikime me ta, ju kishte kërkuar t'i kthenin shumat e parave që ju kishte dhënë borxh. Por pavarësisht këmbguljes se nuk kishte asnjë faj, ai u arrestua pas dyshimeve për përndjekje dhe qëndroi për një kohë të gjatë në qelite e paraburgimit, e ndërsa i ndodhej prapa hekurave, duke vuajtur padrejtisht mungesën e lirisë. Kunata sërish pretendonte se prej tij vinin mesazhe e telefonata kërcënuese. Ç'kemi o teze, nuk po m'njef, jam Timi. Të mora për thënë nëse unë nuk do dal deri në datën 30 prill, dije mirë se do ta pi gjakun. Bëje mend mirë kur të dal. E pandehura pretendonte se Kunati e kërcënonte me qëllim që të fejojë me nipin e tij, ndërsa marrëdhëniet me motrën i cilësonte të jetë të këqija, por gjithçka e pretenduar nga e pandehura, sipas vendimit të gjykatës, ka rezultuar e gënjeshtërt. Pas kësaj ngjarje, vajza është ndarë edhe nga i fejuari, i cili përpara gjykatës është shprehur se kishin mospërputhje karakteresh ndaj për këtë arsye dha fundlidhjes. Më tej në vendimin e arsyetuar ku flitet për rrezikshmërinë e autores së veprës penale, theksohet se me veprimet e saj, e pandehura jo vetëm i ka hequr padrejtisht lirinë një personi të pafajshëm, por ka sjellë pasoja financiare në buxhetin e shtetit, për shkak se Kunati i saj duhet të kompensohet për burgim të padrejtë.